Të bëj një korrigjim, nëse më lejon. Po, patjetër, patjetër. Se thatë 4 komandantëve të UÇK-s. Në të njëjtën kohë kur ata nuk kanë qenë komandant të UÇK-s, pasi komandanti i përgjithshëm ka qenë Azem Sylla. Po. Këta kanë qenë politik, jo ushtarak. Dhe këta ishin përfituesit e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pasi të katërt, ashtu siç u thash, nuk kanë qenë pjesë e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ta kanë qenë politik, drejtues politik të UÇK-s. Dhe po t'i vesh re dhe në mbrojtjen që ata bën, ata deklarojnë po vetë që ne nuk kemi qenë komandant të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por kemi pasur vetëm një pjesë të vogël të ushtrisë dhe ne nuk ta bindeshin urdhët e tyre. Protesta që u bën në Tiranë është protesta e radhës, pasi u bë një në Hag, një në Prishtinë dhe kjo ishte e treta në Tiranë, e cila patjetër që nuk sjell asgjë në dobi të tyre, përkundërzi është e dëmshme, po ta marrësh nga pikpamja ligjore është e dëmshme, sepse ata, ashtu siç thash, pretendojnë se nuk kanë qenë ata urdhëruesit e luftës, pra komandantët e luftës. Në të njëjtën kohë që në Tiranë ata shpallen si komandantë të luftës, të katërt këta. De facto njerëzit i njohin, ashtu më thashin, supozojmë njohin si komandanti i UÇK-s, se kështu u shtirën këta, deshin të përfitonin nga ajo luftë, deshin të bënin dhe morën gjithë atributet e UÇK-s, duke marrë edhe postet më të larta të shtetit Kosovës. Kjo protest ishte e panevojshme në Tiranë, sepse dihet që nuk mund bëhet protest për t'i bërë presion një gjykate të cilën e kanë ndërtuar vetë, e kanë bërë vetë, e kanë miratuar vetë. Në atë kohë, kur u bë gjykata, realisht kam pas kontakte me ta dhe ju kam thënë që mos e kujdes me këtë gjykatë, mos e bëni se do bie bumerang tek juve, sepse kjo është një gjykatë e cila është brenda jurisdiksionit të Kosovës, nuk është një gjykatë e Hagës, ashtu siç shkoi Ramoshi në Hagë, kjo është një gjykatë në jurisdiksionin e Kosovës, pra është brenda territorit të Kosovës. Të themi është e njëjta gjykatë, vetëm se me seli në Hagë, por është e njëjta gjykatë si gjykoi ajo. E kuptoj. Që në reformën drejtësi që u bë këtu. Pra, sikur dalësh kundër kësaj gjykate tashmë, pse ka arrestuar X-in, ose pse gjykon X-in apo Y-in. Nuk kanë ndonjë bazë ligjore, sepse ata kanë gjykim, ata tashmë janë në gjykim, nuk është se ata janë në arrest dhe po mbahen për 5 vjetësh në arrest, ata janë në gjykim. Gjykimi mund të vazhdojë, varet nga provat, janë rreth 360 dëshmitarë që janë në atë gjykim. Po pse e bëri Edi Rama? Pse që t'i bie shkurt se Edi Rama e bëri për një përfitim të tij politik, duke qenë se kjo gjykatë është ndërtuar me dëshirën apo sponsorizimin e Amerikës. Rama tashmë i ka shpallë luftë, themi, Amerikës i ka shpallë një kashillik që po bën ai, po ta vjen re qysh nga tallja që ai bëri me presidentin Trump. Dhe vazhdon akoma me këtë lloj loje, vazhdon akoma të bëj atë liderin europian, ballkanik, shqiptar. Është një lojë e tij, ky desh për treguar se unë jam ai që drejtoj, unë jam ai që jo më vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, themi në trojet shqiptare që janë Ballkan, se po të shohësh në atë protestë nga Maqedonia, Malizi, Kosova patjetër, dhe duket si një protestë mbar kombëtare, themi. Dhe ky do të tregonte atë që unë jam ai drejtuesi udhëheqësi. Mirë, po pati reagime, dhe në reagimin e parë që pati, ai nuk e ka pas me Albin Kurtin. Ai pastaj mundua ta degëzoj konfliktin me Albin Kurtin, por realisht e ka pas me ata pjesëtarët e UÇK-s, ata që kanë qenë realisht në luftë UÇK-s, ata që e kuptojnë shumë mirë se çfarë po ndodh dhe pse duhet i vënë të njollë UÇK-s, sepse ta kërkojnë me çdo kush që këtë gjyq ta kthejnë sikur po dënohet UÇK-ja dhe
dhe jo hashimi me të tjerët. Por sikur është një gjyq që po i bëhet UÇK-s, realisht nuk është gjyq kundër UÇK-s, realisht të gjithë e njohin luftën UÇK-s, e nderojnë, e respektojnë, Qartë. dhe nuk ka, domethënë, pse përzihet UÇK-ja, lufta e UÇK-s me disa individ, qofshin ta edhe ish president apo kryeministër apo deputetët, qofshin kushdo, por nuk mund të përbaltet në këtë lloj forme kjo lufta e UÇK-s me individ, qofse ata janë të pafajshëm, patjetër mund dalin të pafajshëm, nuk paragjykoj asnjë, ndërsa janë gjykim. Por këta kërkojnë që gjithmonë të japin atë atributin sikur po dënohet UÇK-ja, sikur po dënohet lufta që ka bërë populli i Kosovës, se e thash me këta 4 persona, ashtu siç thash në fillim, që nuk kanë qenë komandant të shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Rama kërkon me çdo kusht të përballet, tregoj atë, të ngrej atë veten e vet, tashmë në Shqipëri, sepse po të shohë në Amerikë ai ka të prerë letrat, nuk kam, ai nuk mund të shkojë më në Amerikë, edhe në Europë po të shohësh në përvendet të cilët dominojnë të djathtët, ai nuk ka, ose edhe me atë Melonin që ky e kishte motrën e vogël e më thash, nuk ka më kontakte, është i shkëputur, pra ka një izolim total për sa i përket politikës. Ai u mundua, ju po ta shihni, u mundua që me këtë Vanelinin e u të bënte ta priste me tapet kuq, a thuti se çai ishte, domethënë Vanelini ka 50 herë në Shqipëri, nuk u mor vesh pse priti me tapet kuq. Kush ishte arsyeja që e priti me tapet kuq. Por për treguar atë, unë ju kam thënë, domethënë edhe e kam shprehur gjithmonë, Rama qysh në dasmën e Aleksit, ai ka marrë një urdhër që duhet rri patjetër kryeministri i Shqipërisë, dhe është caktuar ai portavoçja e Sorosit apo e Kabalës në Europë. Përveç nuk mund t'i bëj njëri tjetër këto lloj kashilliqesh. Dua që të ndalemi pak edhe tek ai, po them, përplasja midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në kuvend për këtë protestën e UÇK-s, që kishte të bënte me atë rezolutën që Partia Demokratike e hodhi për votim dhe nuk u miratua, nuk e pati mbështetjen e mazhorancës, po nga ana tjetër mazhoranca i fryu, po themi, borive të protestës së UÇK-s, një veprim që duket shumë në kontradiksion, sepse një ditë përpara protestës ti refuzon që të kalosh rezolutën për gjenocidin e Serbisë. Si e pe këtë përplasje midis të dy? Pastaj ishte edhe kjo puna tjetër ku mazhoranca u përpoj që të vinte në lojë faktin që deputetët e PD-s nuk mund të dilnin dot në protest, nëse kishte apo jo një urdhër nga Partia Demokratike për të mos i lënë që të dilnin protest, pra u bë një zhurnaj po që nuk u sqarua tamam. Jo, duhet kuptojnë një gjë, të dy palët politika shqiptare, unë kam thënë, politika shqiptare ka 35 vjet që komandohet nga Sorosi. Dun apo s'dun këta, nuk ka absolutisht asnjë problem. Ajo tymnaja që i hedhin sa njëri dhe tjetër, ashtu siç ky hedh tymnajen e kësaj protestësh, domethënë PD-ja u përgjigj ose opozita u përgjigj me ata rezolutën. Mos harrojmë se të gjithë janë fajtorë në atë kuvend, sepse ka 35 vjet që vazhdon e njëjta situatë, i njëjti pazar, që bëjnë njëri me tjetrin, por ajo që është më e rëndësishmja, rezoluta duhet ishte miratuar kohë më parë. Shqipëria duhet ishte vendi që duhet ishte i pari që ta kishte bërë këtë lloj rezolute. Dhe mos harrojmë se në lufta në Kosovë ka ndodhur në 99, nga 99 deri më sot i bie rreth 26 vjet. Nuk mund të ti që pas 26 vjet të kujtohet që të bëjë një rezolut genocidi. Kam bërë një rezolut genocidi këta në 2022-shin, mos gabofsha, për Srebrenicën. Për Srebrenicën, po. Por nuk kam bërë. Por unë do isha dakord nëse do ta ngrinte këtë problem, do ta ngrinte dikush, ose do ta përdorte si armë dikush që kishte ardhur sot në parlament, po ata që kanë qenë në parlament, që kanë qenë pushtet. Partia Demokratike ka në 2005-2013 kishte kohën e mjaftueshme për ta bërë rezolutën për sa i përket genocidit në Kosovë. Ashtu siç kishte mundësi edhe Partia Socialiste për ta bërë këtë rezolut edhe më përpara, se ka qenë
mas luftës Kosovës ka qenë Partia Socialiste që kishte pushtetin. Ishte ajo që e dinte shumë mirë se çfarë genocidi është bërë në Kosovë. Por çfarë ndodh? Ndodh në një moment përplasjesh këta nxjerrin domethënë armët njëri tjetrit. Armët më thojza në kuptimin që hajde të godasim njëri tjetrin, tipse po të ishe për protestën këta, qose këta e shifshin shumë mirë që kjo protestë duhet bërë dhe arrestimi i tyre ishte pa lishëm, atëherë ata duhet ta bënin këtë protestë në hapat e para, që kur u arrestuan këta liderët e Kosovës. Mos harrojmë se është precedenti Hashim Thaçi është shumë i rrezikshëm, se Hashim Thaçi është arrestuar me mandat presidenti. Në detyrë. Me mandat presidenti, Hashim Thaçi ka dorëzuar mandatin e presidentit dhe ka dorëzuar në Hag. Pra deri kur është arrestuar, Hashimi ka qenë presidenti i Kosovës dhe ka qenë duke shkuar në Amerikë për të takuar Trumpin. Dhe në atë moment është kthy nga rruga, me urë është kthy nga rruga dhe është drejtuar Hagës, pa dorëzuar mandatin e presidentit. Pra nëse këta e kishin këta merak mos shkonin nëpër Kosovë, se këta vinin në Kosovë e thoshin duhet bërë. Pra kjo e gjitha është një lojë politike mes tyre të dyve këtu. Kjo është politike, se tjetë politiku e gjej, po kjo është as politik. Kjo nuk është as politik, sepse bëri politik, kërkoj me këtë lloj u fut, nëse u kujtohet, u fut edhe ky Albin Kurti, se tha ne nuk e kemi votuar në 2015-ën gjykatën speciale. Gjykatën speciale. Po mos harroj, sepse Kurti nuk thot gjën tjetër, që në 2017-ën kur u hodh rezoluta për ta hedhur poshtë gjyqin e Hagës, pra atë çka kishin bërë ta ç'bënin po me parlament, ishte Albin Kurti që nuk morri pjesë në mbledhjen e kryesisë dhe nuk u bë kurrumi. Nuk u bë kurrumi dhe ngeli dhe nuk kaloi në parlament dhe vazhdoi ashtu. Kështu që janë të gjithë palët janë në lojë. Por janë në lojë dhe i nxjerrin jo në kohën që duhet i nxjerrin, por i nxjerrin në momentet kur kërkojnë të përfitojnë nga këto lloj lëvizjesh. Pra, po doja kërkon të përfiton nga lëvizja, pse nuk e bëra rezolutën, ky përfiton nga ajo që unë nuk bëj rezolutë, po unë do bëj protestë sepse po dënohet UÇK-ja, se këta gjithë këtu e kanë, po dënohen komandantët e UÇK-s. Pra, këta që thash, ta kërkojnë ta shbëjnë edhe vetë luftën, ta në përkëmbin, me deklaratet e tyre. Aq paraftja. Sa nuk kuptojnë edhe atë që thonë. Dhe nuk mund marrësh ti një vendim politik që ne nuk marrim pjesë në protestë. Shumë e thjeshtë. Ai mund të lajmërojë njerëzit e vet, mund përfaqësuesit politik të kreut të opozitës, mos tjenë. Po çuditërisht kreat ishin aty. Opozita ishte aty. Dhe ku dolën pastaj? Kush ishte forca e vendimit politik? Qartë. Për mos marrë pjesë në protestë? Qartë. Ai koalicioni ishte aty? Ishte. Deputetët e PD-s ishin aty? Atëherë ku është forca e partisë? Atëherë kjo tregon se s'ka asgjë ajo që unë ju kam thënë. Ka humbur boshti ideologjike i PD-s në radhë parë. Dhe e dyta, opozita nuk ka asnjë ideologjie, nuk di se çfarë ideologjie mbrojnë. Nuk e di çfarë ideologjie mbrojnë. Dhe këtu luftojnë njëri me tjetrin për të përfituar politikisht në sy të opinionit, në sy të votuesve, se ne jemi pro Kosovës, ta janë kundra, ose pala tjetër thotë ne jemi pro, ta janë kundra. E përdorin Kosovën, si thuash, për përdorin Kosovën, se kështu e kanë përdorur Kosovën. Dëgjoj, duhet të kuptojmë një gjë. Nacionalizmi është ajo straja e fundit e horrit, e vagabondit. Dhe këta mundohen ta përdorin nacionalizmin në këtë lloj forme. Kush janë nacionalistë? Çfarë nacionalistë janë? Çfarë kanë bërë këta për Kosovën? Më thonë një gjë që kanë bërë për Kosovën, realisht, jo me llafe deklarata. Një gjë të bërë për Kosovën këta nuk kanë absolutisht asgjë. Nuk kanë munduar të bëjnë absolutisht asgjë. Ta edhe në luftën e Kosovës i kapshin njerëzit pse po çojnë armë në Kosovë dhe i fuqin burg. Ç'a kanë bërë këta?
kë dërguam këta në Kosovë, si shteti anë. Në atë kohë kemi qenë në pallat të kulturës, ku kam bërë thirrje që shteti shqiptar në takim, shteti shqiptar do çojë ushtri aty. Jemi një kom, nëse duan. Po çfarë lufte bën këta kur u aprovu kushtetuta në Kosovë? Kam qenë atje, unë i thash mos e aprovoni se Kosova nuk është shtet multietnik. Dhe ju vetëm me këtë frazë, shtet multietnik, ju i bëni pari e Shqipërisë. Qartëzi. E kuptoj, por çfarë politikanët tanë çfarë bën? Absolutisht asgjë. Absolutisht asgjë. Vetëm e kanë përdorur Kosovën, e kanë përdorur me fjalë, në fjalor, në retorik, në fjalime që bëjnë. E do të thotë se ta konkretisht nuk kanë bërë asgjë. Përkundrazi. Ta ka qenë kundra. Dua që të kalojmë të diskutojmë bashkë edhe dy çështje të tjera që kanë bërë mjaft bujë në opinionin publik këtu brenda në Shqipëri. E para lidhet, meqense ti je dhe avokat vet, lidhet me atë që ndodhi në Elbasan, ku një avokat u ndalua për shkak të ushtrimit të detyrës ose gjatë ushtrimit të detyrës, me të gjithë avokatët që unë kam folur, që unë kam personalisht njohje, janë shprehur jashtëzakonisht të shqetësuar për precedentin që ky akt mund të përbëjë tashmë, duke e vënë theksin ata që unë kam pyetur, se unë vetë nuk jam i fushës së drejtësisë, por ata që unë kam pyetur kanë thënë që kjo është një republikë prokurorësh, po shkrohet drejt një republike prokurorësh. Aty çështja mund të jetë e komplikuar sa të duash, pra arsyet debati midis prokurorit dhe avokatit, etj, mungesë provash siç akuzonte avokati, por unë po ngelem tek veprimi, tek ndalimi dhe arrestimi i avokatit. Si e ke analizuar këtë që ka ndodhur? Unë dhash një intervistë për të, e qyta gjë në mënd të mërshme, që mund të ndodhi drejtësisë. Kjo është reforma. Flasim kjo është reforma. Ne e provojmë në sallat e gjyqit dhe jo më kot qysh në kohën që bësh reforma dhe të gjithë ta heshtën, se kjo është e bukur. Kur duhet flasim, nuk flasim, pastaj pasi ndodh gjëja. Ora duhet të kapësh shkakun, pastaj pasojën. Dhe unë e dia që do vinë diku në këtë, jo në këtë gjendje, por do vinë në këtë. Pse? Sepse, kam thënë, prokuror dhe gjyqtar janë bërë mbi ligjin.